Me blokadën tek zgjedhja e kryetares së Kuvendit, deputetët brenda sallës ende nuk kanë të drejtë të deklarohen nga foltorja e as nga ulësja. Kështu të njëjtit vazhdojnë që qëndrimet të shprehin në hall. Nga aty kryetari i PDK-s Memli Krasniqi insiston që nëse vendosja nuk ndryshon qëndrim, zgjedhjet janë opsioni tjetër. Por nëse vazhdon kjo blokadë, është shumë më mirë me shku në zgjedhje. Dhe unë tashmë kam diskutuar për këtë çështje. Kam propozuar para një periudhe dhe datën e mundshme. Këtë deklarim Hekuran Murati i vendosjes e dëgjoi në rehati në një ulse po në hall, nga ku po ashtu dha një kundërpërgjigje duke insistuar se nuk ndërrojnë kandidatin. Skenari apo opsioni për shku në zgjedhje mbetet skenari i fundit për neve si subjekt fitues. Nuk jemi të gatshëm, ne do të ishim gatshëm të shkojmë zgjedhje, megjithatë ne mendojmë që qytetari ka thonë fjalën e vet dhe gjitha subjektet duhet pajtohen me atë rezultat tash. Zgjedhjet janë opsion edhe për LDK-n, por sipas Hykmeti Bajramit edhe këtu determinuese është vetëvendosja. Nuk ka gjasa, do me thonë që LDK të votoj, nuk e kemi ndryshu, e kam thonë për të satën herë, vendimin për verifikim të mandateve ka qenë komisioni i cili ka ardhur në një konkluzion tjetër. Ndërsa AK-s mendjen mund t'ja ndrojë vetëm ndërrimi i kandidatit. Ndoshta ka kandidat tjetër, i cili do i kishte marrë votat e deputetëve të tjerë, ndërsa këta duke e parë që zonja Haxhiu nuk i ka votat, po përsërisen me qenë si kandidate për kryeparlamentare zonja Haxhiu. Por kjo sipas një deputeti të vetëvendosjes nuk ka gjasa të ndodhë. Është e papranueshme që partitë opozitare thonë që këtë drejtë që u ka dhënë qytetari edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese na lejoni neve që ne ta kemi të drejtën që ta zgjedhim se kush duhet të jetë kryetari i Kuvendit. Ky i fundit mohoi zërat se brenda grupit parlamentar është diskutuar propozimi i Fatmir Limajt për kryetar të Kuvendit.